pas shumë konsideratash vendoset të largohem nga krishterimi sepse siç ma kanë bënë ndukje edhe miqtë e mi musliman, pjesa më e madhe e asaj që unë besoj në teologjinë time bazohet tek mësimet e Palit. Pali pretendoi se pati një takim me Jezusin, por askush nuk e pa atë dhe askush nuk mund ta dëshmojë se ai e takoi Jezusin me të vërtetë. Prandaj, si mund ta besoj unë që ai nuk e shpiki të gjithën? Historia thot kështu në fakt, Pali ishte vetëm një shpellë dhe Jezusi u shfaq atij, e kapi për fyty dhe i tha recitoje këtë. Dhe ai filloi ta recitonte atë që përfundimisht u bë dhe pjesa më e madhe e dhjatës së re. Si? Oh. Nuk është kjo historia e Palit. Jezusi u shfaq Palit publikisht dhe më vonë qa? Jezusi e paska konfirmuar konvertimin e Palit edhe tek krishterë tjerë. Edhe se vetë Pjetri, Jakobi dhe Gjoni e konfirmuan se Zoti ishte shfaqur Palit dhe e kishte thirrur të ishte apostull. Atëherë, nuk ishte diçka e bërë në një shpellë vetëm që askush nuk e konfirmoi? Okej. Atëherë harroje, nuk po largohem nga krishterimi.